sepse e para askush asnjëherë më parë nuk e ka luftuar korrupsionin dhe krimin siç kemi bërë dhe po bëjmë ne, por e dyta, ata le të vazhdojnë të bien aty fylli, ndërkohë që arsyeja pse ne jemi të pathyeshëm dhe garancia më e madhe e Partisë Socialiste në çdo përballje zgjedhore, jeni dhe bëheni gjithmonë më shumë ju. Gratë dhe vajzat e armatës tonë fitimtare. Ju sot keni 71 përfaqësuese në skuadrën tonë kombëtare të 11 majit. Dhe keni një të tretën e drejtuesve politik të Partisë Socialiste. Por shifra më e bukur është 52% që kuptim plot në listën e mbyllur. Në listën e mbyllur, i cili është i juaj, jo i burrave dhe i djemve. Unë kam besuar gjithmonë që e ndegun absurd të tifozllëkut, konfliktualitetit, luftës ftohtë mes kampeve politike këtu në Shqipëri, trashëguar nga e kaluara, mund të ngushtojnë vetëm gratë dhe vajzat. Kurajoja qytetare e Zamirës, dekanes ekonomikut dhe deputetes son në listën e Vlorës, për të na u bashkuar ne, duke ardhur nga kampi tjetër, unë jam i bindur që nuk është asnjë rast i veçuar i një momenti elektoral, ndërkohë që gra dhe vajza të kampit tjetër u janë afruar apo dhe bashkuar disa njësive tona elektorale, edhe në 3 apo 4 qarqet tjera. Unë i falenderoj ato që të gjitha, i siguroj që nuk do bëhen kur pishman, madje është e bukur se kur i kam takuar, më thoshin, ne nuk e dinim që ishte kështu Partia Socialiste. I më mujtën prisë se s'kemi parë gjë akoma, dhe dua të falenderoj edhe njëherë forumin rinor të Partisë Demokratike të Vlorës, ku pikërisht një vajzë, kryetarja e forumit, që për i të vërtetës na e ka bërë malore garën në Vlorë në 2021, dhe njëkohësisht dhe nënkryetaria e rinisë demokratikase në shkallë vendi, Sara, hodhi një hap shumë kurajos të lëvizjes të gjithë forumit në krahun tonë. Jo për të antarësuar në Partinë Socialiste, dhe as për të ndrruar bindjet e tyre, po për ta vënë Vlorën dhe për ta vënë Shqipërinë në BE mbi kënetën. Dhe sigurisht edhe veten e tyre duke e braktisur kënetën, ku praktikisht, dhe nuk është për qeshur, u mbytën në mënyrën më të pabesë të gjithë fitusit e sinqert të farsës primareve. Ato primaret janë një spektakël bizantin hipokrizie politike që të kujton Komisionin e Festës të Ismail Kadares. Kush nuk e ka lexuar, i sugjeroj ta lexojë. Keni aty primaret nga fillimi deri në fund. Sot Kuvendi i Shqipërisë drejtohet nga një grua socialiste, e cila zëvendësoi një tjetër grua socialiste. Jam i bindur që nuk është dhe aq e largët dita, sa mund të dukej deri dje, kur Shqipëria do të ketë edhe gruan e parë kryeministre, dhe as nuk e diskutoj fare që do jetë socialiste. Po shikoni